e ka licencu EFT-n e Vuk Hamovicit. Dhe nuk ka asnjë reagim që kam lidhje me mafin energjetike. Kjo nuk është e vërtet, për çdo gjë të konsultojeni njëherë me kolegët e tuaj nga grupi i Lidhjes Demokratike Kosovës që ka një lidhje të shkurt me personin që po flisni ju. Burri yt është pronar një kompanie farmaceutike që dilni folni për shëndetësinë. Zyra e rregullatorit të energjisë nuk ka reagu. Edhe në kohën kur qytetarëve të Kosovës u është faturu 800 euro vetëm transporti i 1 megavatit të energjisë elektrike. Në kohën kur Kosova e ka ble megavat orën 100 euro në bursën e Hupeksut, vetëm transporti i ka kushtu 800 euro nga mafia energjetike të cilën deputeti Haradinaj e përmendi. Dhe zyra e rregullatorit të energjisë nuk e ka ndërmarr asnjë hap. Sepse po kjo zyrë që është votu, bordi që është votu nga mazhoranca në këtë parlament, nga lëvizja vetëvendosje, e ka licencu EFT-n e Vuk Hamovicit. Dhe nuk ka asnjë reagim të tyre, ata vazhdojnë me operu në tregun kosovar. E kemi pas Noan me 2 punëtor, tash e kemi ETMT-n, e cila është kompani e Marian Gjonaj, partner i njerit prej deputetëve të lëvizjes vetëvendosje. Le të del deputeti dhe le të tregon që nuk ka partneritet me të. Është deputeti Ahmeti, se nuk po ju mbajmë emrat për besë se duni me dalë me folë dhe me ju pa kush jeni në mënyrë që t'ju mbajmë emrat. Nuk jeni shumë, po jeni vetëm numra, ashtu qysh ju konsideron edhe kryeministri juaj. Për shoh që kohëve të fundit kanë dalë disa lajme që opozita e hedh gurin e mshef dorën. Sot deputetja Hikmeta Bajrami më potencoi mua që kam lidhje me mafin energjetike. Kjo nuk është e vërtet, për çdo gjë të konsultojeni njëherë me kolegët e tuaj nga grupi i Lidhjes Demokratike Kosovës që ka një lidhje të shkurt me personin që po flisni ju. E dyta, Baxhanaku i Lumir Abdigjikut, kryetarit juve, Besart Bajraktari, tregoni mirë qytetarëve, sot e nder i merr ky. Monten Baballaku, është kompania e Baballaku të kryetarit Lumir Abdigjiku. 2, edhe gruaja e Lumir Abdigjikut ka themelu kompani për tregtimin e energjisë. E treta, tregoni qytetarëve që ti e pronare. Burri yt është pronar një kompanie farmaceutike që dilni folni për shëndetësinë, tregoni qytetarëve. Përndryshe, leni propagandat qasnju Republikës edhe qytetarëve. Ju lutem. Kundër replik, zonja Bajrami? Ti asnjë fjalë nuk e the që nuk je bashkëpronar me Marin Gjonaj, i cili po bën kërti në tregun me import të energjisë elektrike. Do me thonë, dole të farmaceutika, dole të shpifje tjera, po nuk the asgjë. Plus asaj na fole për lidhje të shkurta, po nuk përmende emra. Tha që dikush e ka një lidhje të shkurt, që kjo i bjen me gjujt gurin me fshet dorën. Unë po flas me emra, po raportohet se ju jeni bashkëpronar me pronarin e firmes e cila është ETMT Energy, e cila po bën miliona qarkullim në importin e energjisë elektrike.